Pas turneut të Eagle Cup, pikërisht me ekipin fitues të Vllaznisë, jemi aktualisht me trajnerin e Kuqe Bluve, Elvis Plori, një emër i njohur tashmë i futbollit shkodran në rolin e trajnerit të ekipit U19. Fitues Plori, në fakt një trofe dhe një turnej i cili ja dolet mban, por dy pyetje të shkurtra si fillim, sa i rëndësishëm për ju dhe cili është mesazhi që morët? Me vërtet kam mbete i befasuar nga organizimi, sepse ishim një organizim perfekt, një turnej të cilin unë nuk e rastis shpeshe, sidomos në Shqipëri, bashkëpunimi i idhull bashkë me Federatën Shqiptare të Futbollit, e bën të bëjë një turnej shumë prestigjioz, dhe ishte shumë serioz, me vetë pjesëmarrja e skuadrës që cilat ishin përtushme, ishte një pjesëmarrje të armiqshme dhe me shumë i cilësi. Organizimi ishte në nivelin e duhur dhe kjo ishte ajo që na bëni ne që marrim pjesë dhe konkurrojmë fort. Mendoj se përveç kësaj, ne kemi pas ndeshje të bukura gjatë gjithë këtij turneu. Dhe them se e konkretizuam në fiturin e ndeshjes ishte një ndeshje shumë e bukur, normalisht një finale e cila luhet me detyrë, një finale e cila luhet për mu fitu. Them se arritëm dhe jam i kënaqur mas këtij viti të cilit të gjem ky brez, them se meritoj pak më tepër. Megjithatë fillon të paraqitet shumë mirë fazën e fundit të periudhit, po ashtu në fakt vini pasi kampionatit të gjatë, në fakt dhe luftohet dhëm për dhëm deri në fund me ekipin e Partizanit, por që nuk ja dolet. Në këtë grup lojtarësh, a ka diçka ndoshta që u bëri përshtypje, mbas kampionatit të gjatë, sepse vini mbasi lodhje, mbasi stërmundimi, por në këtë ndeshje është e vërtet, por ne këto patëm një rritje, edhe gjatë gjithë kohës kanë pas një rritje si një ojë ashtu në rezultate. Edhe fruti i kësaj pune të tyre të palosme, të cilën unë i kam përgëzuar, do marrin ato frutit e veta dhe them se ka lojtarë të cilët mund të jenë shumë mirë në Superligën shqiptare, pa mund të jenë lojtarë të cilët mund të pasë. Pjesë të ekipi, një lojtari më i mirë i këtij turneu njëkohësisht dhe sulmuesi më i mirë Gerald Kubazi. A ka ky ekip, ndoshta në këtë ekip do të veçojnë ndonjë lojtar? Ti përmenda, ai doli goçenuesi më i mirë, por edhe lojtari më i mirë i turneut, ai tashmë sa ka bë kontratën me ekipin e parë, pra është bërë pjesë e skuadrës të parë të Vllaznisë. Them se ai ka vend dhe atje do të shkojë dhe do të tregojë vlerat e tij si lojtar. Është një lojtar i cili ka disa vite si në Shkodër flitet për të ka në rritje. Normalisht aty nuk duhet të rritet mendja, duhet të punojë shumë, sepse skuadra e parë ka një ritëm tjetër, por unë them se tashmë është goxha gati për të futur tek skuadra e parë dhe të jetë pjesë e saj. Dhe jo me kod presidenti dhe klubi e kanë bërë pjesë. Dhe pyetja e fundit që kam në fakt është një kampionat i cili besoj do të ketë ndoshta ndryshime, a ka prurje nga ekipi 17 vjeçarëve apo thjesht do të ruhet ky grup dhe për të rivalizuar edhe pse jo për vitin Shkodra ka, megjithatë unë tani ky brez po thuj 2006 mesin vetëm 3 lojtarë të cilët aktivizohen dhe 6 duhet të jenë pjesë e ekipit dhe tjerë. Megjithëse ky grup them se ka një 70% është një skuadër e cila mund të luajë vitin tjetër, pra është një diknie 2007, 2008 bile ka pas në 2009, 16 vjeçar me anë 19 vjeçar. Them se është një skuadër e fortë edhe për vitin tjetër, por e rëndësishme është se ne prodhojmë sa më tepër futbollistëve, mos kemi nevojë të marrim